nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë vazhduar me reagimet ndaj situatës ekonomike në vend, duke e cilësuar si debakël menaxhimin e qeverisë dhe duke paralajmëruar rritje të ndjeshme të çmimeve, përfshirë dhe atë të naftës. Ajo që paralajmëroi Bashkimi Demokratik për Integrim po ndodh. Nuk ka asnjë intervenim nga qeveria për të mbrojtur standardin jetësor të qytetarëve, duke i lënë atë në mëshirën e fatit. Republika Maqedonisë së Veriut aktualisht funksionon pa Ministritë e Ekonomisë funksionale, ndërkohë që pritet rritja e konsiderueshme e produkteve bazë, e kostove të transportit dhe në përgjithësi shtrejtim i jetës për qytetarët. Bashkimi Demokratik për Integrim njofton qytetarët se nëse nuk implementohen urgjentisht masat e propozuara, çmimet në përgjithësi mund të rriten mbi 10%, gjë që do të rëndojë ndjeshëm buxhetet familjare në vend. Kjo qeveri nuk ka kapacitetet e duhura për të menaxhuar krizat që ndodhin edhe 2000 kilometra larg vendit. Për këtë arsye, qeveria duhet menjëherë të shkarkojë ministrin e ekonomisë, i cili duket se nuk ka as vizion dhe as plan për menaxhimin e krizave ekonomike. Edhe njëherë, i bëjmë thirrje qeverisë që të shqyrtoj seriozisht propozimet e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët do të kenë mbështetjen tonë të plotë nëse masat për mbrojtjen e qytetarëve procedohen dhe miratohen në kuvend.